Zotëri Tat, faleminderit që ndave kohë të jesh pjesë e këtij emisionit. Shpresoj që do të kemi një pasqyrë më të bukur, më të mirë dhe informacione të mira rreth shqiptarëve që jetojnë këtu në Kosovë. Faleminderit para për shëndetësinë si televizion. E kam përcjell përpara televizion, por nuk e kam ditë se funksionon tash kështu në këtë mënyrë. Nuk kam besuar se keni këtë liria që këto organizime sigurisht se punon se si do në televizionet privat pak e kena haru këtë televizionin shtetëror që ka qohë. Edhe ne mendojmë se nuk ekziston kjo gjë. Po tash më bëhet qefi shumë, ditësh më bëhet qefi që ju funksiononi tash atje. Edhe punoni domethënë e keni atë lirin, mendoj se s'keni cenzur diçka që jetë, mendoj se punoni lirshëm punoni. Edhe kështu që keni njerë sarjef neve në keni promi surprizë, në keni befasu kështu që keni njerë, se kam besu se të vini. Edhe shumë në vjen mirë që keni njerë, ne për shqiptarët, ne këtu shqiptarët së të tregoj tash pi fillimit, ka një grup shqiptarës që kanë erë këtu 1912. Domethënë, kjo është, domethënë nëse shkëm historikisht, so pak histori e gjatë, nuk du juve të mundoj shumë që. Është pak histori e gjatë nëse fillojmë pike i lirit, e një mirë situatën, pa të reguja. Kupton? Mi për ne tash të dalim pika 1912 kur bërë shteti shqiptar. E atër ka pas një grup që kanë erë këtu në Bosën. Si kanë erë të kanë fillu, nuk kanë erë punën punë fizike, po kanë punu në atë kohë ka pas do dikjone që u thëmë. Zanatçi. Zanatçi, që kanë erë kanë punu në për të që janë si rrugë kryesore, kanë punu shqiptarët prej asaj kohë. Ata shqiptari jënë këtu, së të këtë ditë, unë i di me emra i di, ato jënë, mi pa ato nuk fërishi. E dinë se janë shqiptar, nuk fërishi. Janë asimilu diqë. Po, që ashtu diçka ditëshme, për ne me këtojnë ata. Nëse e këtem historinë, ka i lirët i kena fisë. Këto bogumilit janë fisimi. Me besimin e kena pas njët me manastire, si ne si këta. Edhe nga una tjetër, pastaj neve në afron me këto në islami. Këto janë më të butë se ne, më të qirë se ne. Ne prapë e kina punën tonë atë traditën tonë ina pak më tash për këtë sente. Tash i në zbutë edhe na, po të regojnë atë kohë se si kanë funksionuar, si nga kanë ofru. Nga kanë ofru politika e ex-Jugosllavisë, punën ndarje në shqiptarëve dhe bashkëtarëve. Shumë ka punën ndarje në shqiptarëve. E pastaj si në kohën Jugosllavisë, kohët Jugosllavisë dhe më thënë shqiptarët fillojnë vinë 52 këtu në Sarajevo. 52 fillojnë shqiptarët vinë, o pak historie gjatë në pak do të bezdisë për ju... Jo, është e mirë të adim. 52 vinë shqiptarët prapë, vinë dhe më thonë, shqiptarë, ne sot shesin burek, ne ina me burek, ka me ëmbëltore, ka me qibaktore, ne zanotin... Se cilim me zanatin e vetë. Shqiptarë, ama shqiptarë, jo, ne shqiptarët jena atë shtaftë, vinë ato, vinë dhe më thonë, ka njerë punën Sarajevo, më që këtë punën nuk kanë vëndurë. Va morim zanotin, punën ka pak këtë pushtet. Va mësën zanotin e këtive të Sarajevski burek, që i të këto, burek Sarajeve. Ne mësën zanotin e këtive, ne shqiptarët të shina profesionistë për burek, kurse këto që e kam pas, njëtë, kur kanë qonë Osmanit, se peta ka ertë këtu, ta shpolim për petën se unë njëm i asaj pjesë. Kur ka ertë, peta kam pro Osmanit. Osmanit e kam pro, sot Turqi më shku, bureku Sarajevës nuk është. Dhe më thonë, ajo që ka e përqejnë atë vend, ku kanë ertë, jo për shtatë ati vend, ata kanë bajt atë traditative. Dhe më thonë, këtu më besin që këto, kjo gastronomia e ative mbetët këtu. Mbetët, kurse më shku në Stambol se kje se burek nëse, mundon të be, më nuk është, më shku në Bursa ose më shku në Izmir, nuk e ka. Dhe më thonë, këtë zanat bak në marë tative, tu kam bet, atje se ki. Atje se ki. Ato tash organizohen vinë këtu të hanë në burekin e Sarajevës. Më thonë, kina buhet diçka, ne shqiptarët ku shkëm ne ina taftë, ne ina tregun, e në më përëndim, po, ku të thomë, edhe ka lindja, ka arapët, në tregu, edhe atje jënë taftë shqiptarët. Edhe atje jënë shumë punë jënë shqiptarët jënë taftë. Po edhe këtu në shashtu. Në bas kësaj, ne, dhe me thonë, si fillin shqiptarët 52, ka pas këtu ne, qyteti vjetër quhet Vratnik. Fillim ka shku në Vratnik atje. Prej asaj,
dalin anën tjetër quhet distrikt. E në atje kanë funksionuar, prapë zbresin këtu në çarshi, tash shumë shqiptarë në çarshi. Domethënë çarshi shqiptarët kanë funksionuar shumë mirë. Para luftës unë e ti do të tregoj pak më gjatë, kështu për ju nuk e di se me ndërpresim pjesë, ne këtu shqiptarët domethënë si fillojnë punojnë, si fillojnë shqiptarët të punojnë, domethënë edhe pse ishte Jugosllavia, edhe pse kishin probleme ne shqiptarët, veçanërisht me shqiptarët e Maqedonisë, se Kosova ka funksionuar si shtet, i ka pas krejt administrat, gjoja, më thonë kanë funksionuar në këtë vëzësi, kurse ne ina të haleve, ne ina hallegji, ne nuk kina qenë punësu, le ta dëshmuaj dikur se kina qenë punësu në për shtetin e Jugosllavisë Maqedoni. Nuk kina qenë, askund, zero. Unë jam i Gostivari ka pas vetëm një punësu në administrat. S'ka pas. Kupton, jena ta kina dalë në gurbet, që këtë gurbeti. Me po, gurbetin më të mirë e kina ne që kina që këtu në Bosë. Në Bosën në kam pranu, para luftës ka pas 172 shqiptarë në Bosë. Në bas luftës jena 10-12.000, Sarajeva ka 3.000 shqiptarë. Funksionin kretë kush i bonizmet punës, nuk në bëjnë dalim. Kush i bonizmet punës është me të vërtet shqiptarë sot e këtë ma mirë punën, ma shumë punë kanë se sa ka bësha. Kurse para luftës ne kishim probleme, unë nuk i disha. Në kjo unë punu, por nuk bëshim dalimi a o Serb, a o Shmadjuk, a o Bosnjak, kushë. Në pas luftës ne shohim se Bosnjakët shumë afër. Edhe në më të butë se ne, edhe du me ne misohën, me të morme, me të bume. Ne e majmë atë rendin, a më të tash generatat që janë të shkellu këtu, ka pak kanë lishu, ka pak. Ndodhen edhe martesat, mes shqiptarëve dhe bosnjakëve. Kam fillu, pak në shikir që edhe këta janë muslimon, dhe më të në afron feja. Traditat këtu, më shku në për fshatra, nuk kanë dalim pineve. Më shku në për fshatra, unë i ku për cilë gjitha. Më shku në për fshatra, nuk kanë dalim pineve. Kreti kanë qëto adetet tona që i kjena, dhe më thonë, edhe këto i kanë. Në qytetë tjetër, qytetë vinë së kush, se cilin. Qytetë i ka, është një qytetë që më vërtet është i përjeqë. Me të vërtet janë njerëzit e but, janë njerëzit neve nga kam pranu, dhe me thonë, as në bëjnë dalim. A kem baru të i shkollu, më të sendi këmë thonë intervista edhe në për televizionet tjera, a kem baru diqka. As kush tu nuk të mohon atë që e kem baru të to se ki është shqitar, nuk mund të punuaj. Hiq asën. Në qëto sen në kanë bërë. Në kanë leju nëse do të bëjmë kuatra për shkollë. Në kanë leju xhamit, në kanë dhonë banja, shqip. Am kupta. Kretë sendet në kanë dhonë. E tash, ne kena pas një shëtjatë tu, nuk du në të folë, nuk kanë gjokë kundër atyre, ka funksionu ajo në atë mënyrën e vetë. Por tash kena registru një shëtjatë të re. Një shëtjatë të re, në cilin qilë në asaj ina 10 vete edhe antarë kena pjonë. A për 90% të kësaj të këtive gurvegjaj jena ne me ato funksionojnë mirë, mendojmë tash të punojmë edhe ma shumë, dhe me thonë presim. Si quhet shëqata? Shëqata quhet Qendra Kulturore Shqiptare në Bosë. Jena në nivel shtetit, nuk jena në nivel të komunës. Në nivel shtetit është e para shëqata që jena të themelu në nivel shtetit. Funksionojmë mirë, kena fillu presim të napin një zirë, për të napin një objekt pak më të matë në napin, që të mundët atë të bëjmë organizime, dhe me thonë edhe pse kena një tash që e kena përkosisht që e kena një objekt përkosisht, atë i mbajnë, presim, kena promovim libri, kena bu një promovim libri, kena bu promovim e libra, dhe me thonë mirëna me kulturën, me adetet tona, me festat tona kur vinë. Do më thonë se i kena festat tona, që ashtu organizona, që ashtu bëjmë, në këtë mënirë, ne tash kena fillu, i kena mbledh shqiptarët ju, pra më keni qenë prezent. Kishin manifestime në 28 nëntori. Do më thonë, ne tash kena fillu t'ja ofrojmë 10 shqiptarët, do më thonë, kena bo me të vërtet kena bo një send që duhet që ka mungu këtu, tash jena pak ma kompakt. Ma të grupum, ma të organizum. Po, ma të organizum, edhe kur njën nuk e kundërshton dhe me thonë shumë pak kina disa që mundohen, disa se për herë është ajo. Ka fraksionet e të shkosh. Po ka, e din kamën nuk pëngën që. Nuk në pëngën që se jena të mirë, jena pak kina edhe përvoj. Ju të na e dini se të na jënë formu partije, jënë dare, jënë bo tash, jënë bo përshashtë, kam shqipë. Jënë bo përshashtë, jënë bo, po
inshallah në ndihmon Zoti se tu tregoj drejt. Më shumë drejta shqiptarët kanë që qëtu në Sarajevo, që qëtu në Bosnjë, ne kina kretë që këto sende që përmenda, se sa në shtetin ku prej nga jena jem, nga jeni edhe ju, edhe unë, edhe gjithë, nuk i kena ajo që na takon neve. Jo se ne të kërkojmë buhet diçka të prishim shtetin e Maqedonisë, diçka të kërkojmë, po brenda Maqedonisë, po të na vije që kështu si është e rregulluar Bosna, si është me marrëveshjen e Daytonit, që ashtu neve na duhet të çaj marrëveshje e orit, ama të ishte zbatuar. Meqense se nuk u zbatu, ne kena met në zero, ne prap jena kthi 90-in mat. Ne prap shqiptarët me Maqedoninë do të fillojmë prej 90-in mat, prap. Edhe pse pak ne tash i kena çelësi, por ajo që na takon neve, historikisht ne aty jena autokton. Neve autokton jena aty e din shumë mirë e din se mos hi, jo se unë fol kundër nuk na pengon neve ato që jetojnë me ne, domethënë Maqedon që jetojnë me neve nuk na pengojnë, amën ajo që na takon neve do të na kthehet neve. Pa marrë parasysh se politika është shumë dobët, shumë na kanë bërë dom. Shikoj, ju jeni të Shkupit, ju prap jeni më shumë jeni aty. Jeni që aty mundoj e në të mbjetoni aty. Kurse qytetet të tjera nuk janë mundu kanë dalë jashtë. Ja arritën qëllimin, njëjtësia ka arrit qëllimin kur kanë qenë në kohë të ex-Jugosllavisë që kanë me politikën internore shqiptare. Po, do të imitat, më pëlqen kjo që jeni të organizuar, kaq jeni të informuar. Na tregoni pak sa mundoni të organizoni që të rruni kulturën, traditën, shkollimi e kështu me radhë. Pam që këtu janë të organizuar shqiptarët duke pa që kultura truhet, por edhe arsimi, pam që keni edhe bashkëpunim me arsimtare, me shkolla të ndryshme edhe nga Gostivari, si që ishmi edhe vetë dëshmitar. Na tregoni pak si organizoni në këtë drejtim, që të rit mos të asimilon, mos të harrojnë gjuhën, kulturën, traditën shqiptare. Shqiptar, ne jena të shkollu këtë jetë na, jena të shkollu, edhe jena rrit në të frimën, dhe me thonë, që këna dash vendi, në të dëmë, këna dash kombi, këna dash traditat tona. Edhe tash ne, edhe pse këna erë këtu, ne atë gjoj runë për pikt, edhe pse fëmijët na mësojnë gjuhën bosnjake, edhe pse i kina të tash mund, nëse ne bëjmë kuadrë, ne po me qenë se këto, si ka qenë situata, këto shokjata që i kina pas deri tash, që kina qenë se s'du t'i përmesme, më kuptin se i kam diçka kundërshtarë ose diçka. Ne nga mos puna ative, dhe me thonë që kanë qenë pasiv shumë, ka erë deri të neglizhenca ative. Po, ka erë deri të formimi kësaj shokjatës. Ne tash çdo shtëpi këtu që është, krejt ato, edhe pse fëmijët mësojnë gjuhën bosnjake, do të thonë, prapë në shtëpi folet shqip, njëjtë si ashtu. Prapë punohet në atë gjë që ta ruajnë identitetin tonë, ta duam vendin tonë, ne këtu jena si tash më mirë kena, më të mira kena drejtat se sa tena. Do të thonë, jetën e kena më të mirë se sa tena, por prapë neve që vendi që kemi patak që i thojmë ne, neve na tërheq ai vendi prapë atje, edhe ruaj, edhe gjithmonë ne prapë quhen agurbeçi. Prapë ne udhtojmë që ne jena i njëjti fis, ne jena këtu autokton, po edhe analizat kur janë bërë që ka bërë Zvicra, që ka bërë DNK, me prejardhë shqiptare më shumë ka dalë kjo pjesa e Bosnës sa to pjesë tonë atje që janë. Do të thonë nga jena ne. Ne mundona do të thonë këtu mos bjera e mos humbet ajo që. Mos humbet identiteti jo. Vetë për pak e din çka edhe ka qenë diçka tjetër. Ne kena pas ajo friga që kena pas në kohë Jugosllavisë, ende ajo ekziston me rezerva. Ende o rezervë, o pak problem ajo. Nuk u besohet se ne mundën atë që ju e pa ati Shqipron prezent, falënderit që erdhe që nuk u pritëm, në keni bua një surprizë të madhe, edhe atë shumë pregaditet nuk e kena pritë se është drita e Dervenit, se është atë që pregaditet për shumë manifestime. Nuk e kena pritë, të them të drejtën, edhe me të vërtet ishi për lavdatat mdoja. Nuk e prita atë gjo, edhe pse kishim misafir shumë, por ju edhe mu më madhështorë në këtë atë gjo, nuk e kena prita atë gjo për juve, shumë jemi të regu, nuk dim si të bakëthem, po do të vje po. Do më thonë, shikjot është, ka erë puna tash neve nuk në besoshtë se të vje me veshje kombëtare, ashtu të vishët aq bukur, dhe në vishë shqiptar një shëtjatë prej të na,
dhe vije këtu të more pjesë se ekzistonte, ajo friga ka ekzistu, dhe me thonë, alat e disa mundin se mos e mund të na bëjnë diçka në kufi, se neve prapë na për kufi na maltretojnë. Na maltretojnë për shkak se shtetet tona janë pak ma pasif janë të gjoja. Janë pak ma pasif, edhe prandaj na ndodhin të gjoja neve, që ju mungon. Mi po kur na vini ju neve na ngjallni. Dhe me thonë, ne morim infuzion kombëtar. Infuzion kombëtar, ne morim atër me lirone, ne kur shohim se ashtu. Tash, ka pas ambasada dhe me thonë për me ndërprerje. Ambasada të kanë edhe ato i kena një plus i madh. Unë shumë herë thomë ne shqiptarët të mbosën kena qenë jetim. Si na erdhën ambasadat, ne tash ndryshe funksionojnë. Ne tash edhe pse nuk janë sa janë shteteve tjera ambasadë, por kena ambasadë. Thumë se kena ambasade e Shqipërisë, por kena pas ambasadat të Maqedonisë ku kanë qenë shqiptarët ambasadorë. Kam funksionuar me ne shumë mirë, po ju pak e dini nëse ina pak kjo kur e përmendim se është ambasadë me pak me rezier ti kina ashtu. Me qenë se kanë qenë ambasadorët e mirë, na kanë ofruar tash pak më ndryshe e shikojnë. Po presim prapë na kthejnë ndonjë ambasador të mirë ose të na kthejnë se s'du ta them emrin, ambasadori i fundit ka qenë shumë i mirë. Me të vërtetë shumë punonte për shqiptarët. Po edhe ai para jush që ka qenë, para këtij që ka qenë, ishte Ekrem Bibi i cili bëni me të vërtetë iniciativa shumë të mëdha, edhe me vërtet ishte i disiplinuar, edhe shumë na ndihmoi neve këtu shqiptarëve edhe na aktivizojnë shumë sende. Ne kërkonte shumë sende, ne ishte aktiv, dhe me thonë shumë vende merrte pjesë. Shumë vende na përmend te neve, gjithmonë na ka përmendur, na ka liruar neve në ato se këto kanë qenë para luftës shumë të afërt kanë qenë me slavët. E ne mendojshin se preardhja për shkak është nga slavët, po tash e kanë kuptuar edhe këto se preardhja e këtij është nga ilirët. Se është tokë i lirë, se e kanë preardhjen nga ilirët, tash edhe me këto jena pak më lirë, mund bajnë kapuç të bardhë, mund veshna me veshje kombëtare, që kena pas frikë përpara, tash e gjona tash me anë kësaj shoqatës kur përmend një emër të madh, thonë Albanski Kulturni Centar. Një gjotë modë ka përmend që unë kur i bëshim me ato letrat për të regjistruar, sa u thësha se unë jam përfaqësuesi i shoqatës Qendra Kulturore Shqiptare, e në përthysha Albanski Kulturni Centar i hapshin sicën se ka nej, s'ka pas, se ka nej në vite çudi, që ka thot kije në atë mburët, e ti? Si mund të thotë ditë gjokë shumë ka çlirshëm. Kupton, u vite pak si çudi. Me po tash jena të mësuesi, e ne u bëjmë thirrje edhe ative kur mbajnë tash manifestimet, edhe të Kosovës e mbajtëm, edhe pse se ka pranuar Bosna Kosovë, edhe në Kosovë kur e mbajtëm prapë kishim misafir, kishim bosnjak. Domethënë, jena bosnjakët janë më të butësave. Nëse folim realitetin, ne jena pak më, ne jena, si të thëmë, jo se jena nacionalist, në të mënyrën se na kanë dështuar shumë nacionalistë. Dhe njëherë... A do pajtosh zotin me ta se ne të huajnë nuk e duam, po tonën e majmë pak si me zili, e mbajmë pak si me forcë kështu tonën. Jo që jemi ndoshta tegër, po edhe tonën nuk e japim kollaj. Dim se, ne i arrit në gjohë. Dhe më thonë, kjo primë është buhet që ishë 20 vjetë buhet. Ashtë. Kështu. Dhe më thonë, prej dinastisë Sardushanit, e të kohë dhe më thonë, o punu shumë në gjotë që ta këthejmë identiteti. Në kohën Osmani neve në këthejt identiteti. E ne, kur shofim se vim fundi kësaj perandorie që ka qenë, kur shofim se vim me atër aktivizohen, se këto njerëzit tonë kanë qenë, dhe më thonë, fillojnë e forcojnë gjuhën, forcojnë kombin, dhe më thonë, fillojnë ta forcojnë identitetin që kena pas. Dhe më thonë, përmendë Dardania 400 vjetë para erësor, fillon përmendë, me kreditet shkupi, para mendojnë. Pej atër ka fillu, dhe më thonë, nuk o humbë tjë gjohë. Dhe më thonë, nuk o humbë deri ditën e sot. Sot ne funksionojmë, po sot ne, ku dhe të buhet edhe mo, ne ato thojnë dhe bëjmë bashkimin kombëtar. Ne vetëm që kështu funksionim në veç hina të bashkimit, ne hina bashkë. Ne ndryshe funksionim tash. Tash a jemi do të vje vetë. Askush nuk na ndalë të vim Bosnjë të takojme me shqiptarët, pas shqiptarët e Bosnës që jetojnë në Bosnën dhe punojnë në Bosnën nuk i ndalë askush të vim në Shkup të Tovë festival. Ose në Tiranë, shkuj ta festojnë 28 nëntorin e përpet. Po, ajo, tash neve në vim pak si ondër, si që resin e përmenqi, tash neve në vim pak si ondër këtë gjohë, po tash mendojnë në Bosnën, mendojnë ne, tash këtive
nga mësim kur të ndigjën për shqiptarët ndryshin ashtu. Se para luftës neve, kur na tishim me emën, me një emën që na nënçmueshin neve, ishte propaganda serbe e madhe që ishte si shqiptar, ke këto tash mas luftës. A besoni që nuk po përmend ani herë atje të kushtohet se ti je shqiptar. E din që si përmendin atë. A besoni që nuk përmendet ajo. Edhe pse ka shteti Bosnjë shumë probleme. Se me punësh me Evropën që si punon Kosova, që ka tash probleme që ka pas kretë kësaj periudhe, punësh me Evropën, ne si Bosna, si shqiptarët kretë që jetë në Ballkan, një hap para dimas. Nëse nuk jeni njëri të mençë të të dhjeqe, ne sunhecim, shkëm për para. Edhe këtu Bosna, edhe pse ka problemet e veta, shumë të ndaja, edhe pse ju bu padrejtësi e madhe, dhe me thonë me këto marrëveshje që ju bu, mëse citoj Alija Izetbegovićin, dhe me thonë është një lider që ka qenë Bosna se ka pas gjatë kohë, që ka pas Bosna, po tash Bosnës, nëse i kthehet një lider ashtu, mendoj që të shpëtuhet nga kjo që është kjo që mundon t'ja bëjmë këtë padrejtësi që është bu. Më thonë, neve në buhet padrejtësi, ju dini se padrejtësi, kretë marrëveshjet që ju mbun, në Evropë na ju mbun padrejtësi. Mu filloj pini 1887, lidhës Prizrenin, 1913, 1918, 1924, 25. Krejt marrëveshjet i kanë qenë ndihmshme, po patjetër ndonjëherë një kompromis u ka desh tjetër. Po pak kina mbet një ashtu tash, e po tash na o hek një si marimangës që kina pas një marimangë që kina pas, tash na o tërhek ajo, qatë që thonë mune se tash ne, vetëm politikanët bashkëpunim pak më tepër, edhe ne nuk ka nevojë të quhet bashkimi kombëtar. Ajo është normale, vetëm se e bëjmë të modë propaganda, që i kena kundërshtarët, armikët, po i shqipë që i kena ne, e bëjmë propagandë, du Shqipëri të modë. Jo vetë Shqipëri normale, shfa Shqipëri të modë. Ne nëse të në Shqipëri të modë, du të në kthehet Bosna, Malizi, Dalmaci, du të në kthehet Çamëria, gjithme Greqi, du të në kthehet Maqedonia, një pjesë e Serbisë, një nish. Ku është Sanxhaku nishi? Ajo më interesante ishte, zoti me ta takova një shqiptar Sanxhaku dhe ma dhuroi një plis. Dhe pas që e kishte rujt edhe gjuhën e vet, edhe më befasoj me të vërtetë. Kjo do të thotë që Shqipëria ka qenë e madhe ndonjëherë dhe nuk ka çudi se pse e thon atash. Nuk duhet të çudit as ti habite askan pse ne përmendim Shqipërinë e madhe. Kështu që Shqipëria e madhe ka qenë, por Shqipëria e madhe tash bën duke i hek kufijt dhe kur tiqen kufijt me hyrjen në Evropë, debat edhe Shqipëria e madhe edhe shtete tjera debat të mëdha, kështu që s'ta kemi problem. Nuk duhet t'i mësim me këtë emër Shqipëria e madhe, vetëm duhet të them Shqipëria reale. Po. As sa nuk ka aty diçka ti frikojmë për shit. Ne nuk marrim mollën e tjetër ku. Ne jena autokton. Kret kanë atë këtu. Ne kur tha njerë, ishte këtu kryetari i Shqipërisë, Bujar Mishani, tha në Ballkan tha nuk gjendet një varr, dhe ta citoj. Nuk gjendet ta një varr ku kanë qenë shqiptarët, ku kanë marrë pjesë në luftat që kanë sulmuar. Gjithmonë një mbrojt. Kanë mbrojt vendin e vet. Sot e këtë ditë, edhe sot e kësaj dite ne mbrojmë vendin e tonë. Ne jena autokton. Neve na sulmojnë peshit e këqive, na sulmojnë me kapitonët. E kina pas vendin e mejë. E kina pas vendin që me të vërtet. Zotin e ka falë. Ne ka falë Zotin, ne ka falë. Ne s'jemi falëtor, Zotin e ka falë. Që një që ka erë këtu, do më thonë Allah e ka pru Zoti këtu, do më thonë e ka pru këtu, e ka pru neve në ka zjetë që këtë prashtë. E në to ke mirën, në kanë zili kretë në sulmën. Sot e këtë ditë neve dhëmë në Allah. Zotimitat, ne ishim edhe të dëshmitar të ati organizimit të bukur për 28 nëntori, ditën e flamurit apo pamarësinë e shtetit shqiptar. Nga trego pak se si organizuat dhe si ishin përshtypjet e gjithë ati organizimit. Shqipja, përmendet për festë moderne që i kime. Ne tjera herë jena rritë në të frejmën dhe me thonë, përmendeshim për këtë një shef të zi bojshin të gjoja. Mi për tash ne si kina fillu, dhe me thonë mu më kapi edhe lufta këtu, si kina fillu me për këto festat tona, kina fillu pikot luftës, kina fillu pak të përmensim. Ne si fillu të përmensim, dhe me thonë, për herë e kishim një ondër, e kishim si të bëjmë një manifestim të festojmë ditën e pavarësisë.
edhe pse ajo është ditë e pavarësisë e gjithë shqiptarëve. Kupton, nuk është e Shqipërisë kësaj sot që është kështu, si të them, e vogël që është. E vogël po ka vlerë, e di, ka vlerë të madhe ka atë, Edhe kishim si ëndër, edhe kur bisedoj me shokët kështu kur bisedoj me shokët thosha a mundën ne të organizohen ata shoqë, kena pas ambasador kështu, kena marrë ka pak këshilla pjative, na kanë treguar ata çka mundet, çka s'mundet, çka kena drejt do projekte, do sende, edhe erdhëm më në për fundim se ta provojmë mund ta realizojmë diçka këtë. Edhe me bisedën e gjithë këtyre shokëve, të cilët kanë qenë kena rrjedha për herë, kanë qenë edhe pse jetojmë këtu, ne mendon atje kena, kanë qenë rrjedha dhe nuk ishim një njeri kush dhe buaj, kush mund ta buaj. Me po gjetëm ne të shohë që kështu, bisedojmë disa herë, hajde me të provojmë, do morim disa humoristë një herë, do morim valltar, do morim këto, ta shohim si do funksionuat na pranojnë njerëzit. Me po e pam nëse para një viti se ne na shoqat e re, e pam para një viti se ka interesim. Si e pam se ka interesim, e prunë bom organizimin e kësaj, bisedum me këto njerëz, i prunë me këto edhe pam se mundo ka diçka, e di? E pam, kishim une në të organizimin e parë kisha do ministra që janë bosnjak këto që janë, nga të cilët misha këshilla, më gabojmë diçka, më dalim prej asaj që duhet t'i përmbana ligjeve, gjojave, sende, ato neve në dhanë shumë këshilla të mira, e panë edhe ato, ka këshu organizimi bëjmë vetëm ambasadat, shëgjata s'ka pasë. E ne mburëna që pas kemi këshu shqiptarë që jetojnë këtu në Bosën, që bëjmë këshu manifestime. Edhe tash edhe prom t'ishim, edhe do me thonë manifestime këto proma jo që e para në qëllë derën, pa. Edhe tash prom mendoj që ju na befasut, për edhe ato që i kishim misafir, do me thonë që u bu organizimi, do me thonë tash kishim ne 3 fish njerës ma tepër se rendin e parë. Do me thonë u rrit numri 3 fish, do me thonë pas ka mungu këtune, pas ka mungu këshu manifestimi, do me thonë për pavarësin tonë, pavarësin e Kosovës, edhe për çdo send, do me thonë se e din si ka qenë këtu punë e shqiptarëve. Kur buheshte diçka dhe një promovim libri, ose ka erdhë një ministër, ose ka erdhë një kryetar, ose ka erdhë një kryeministër, ne mendojmë atë si unë, ishte e presë si ti fuaj. Çka do bisedohet, çka do na thotë frikë. Unë që prom kisha aty, ne janë shoqat e grave këtu ne. Ato që u vjeçin, ato kishin trem, dalin ta u vjeçin këtë manifestim. Unë thom, lirish tash këtu se liroj ku se jeni në shpejt. E në këto njerëzit janë njerëzit tonë, nuk janë truj. Po më parasisht këtu janë bosnjakët me ne, do va përkthejmë edhe atyre, do t'rregojmë se çka thonë, edhe atyre do ndihmojmë që tu duket më. Me pa aty shumë interesante tradita jonë, as që kërkojmë të përkthejmë diçka, s'ka nevojta. Mbas kësaj që ndodhi këtu e kuptojmë krejt. Organizimi fliste vetë. Organizimi fliste vetë. E që kjo është puna e shqiptarëve këtu me këto manifestim, që kjo është këto shokët që jena ne që funksionojmë këtë, ne jena 10 veta. 10 veta, secili ka 10 veta, me 100 veta jena për çdo moment këtu. Sigurisht. Jena e ne këtu kishim ne një mungesë, kishim një propagandë, kishim se shqiptarët që jetojnë në pjesën e Maqedonisë, që jetojnë në liri që jena, këtu ishin këto nuk funksionojnë me gratë. Këto janë të pa civilizuar edhe janë, se në të ishin neve su përmëj shëqatë këto në shqiptarët se nuk din emnin e vetë të shkollu. Ne kena atëjnë kena të shkollu të krejtë. Kum magjistra, kum doktora, kum qka mas, krejti kena. Se unë duhet veçan ato që rishën ati krejt janë dikush diçka ka mbaru e në janë përsut, janë këtu në Sarajef, janë përsut. Inkuadrum në për institucione. Po, në për institucione, janë në administrat, ministri, krejt sendet janë të funksionu, dhe më thonë, nuk jena ashtu. Edhe prom ju e patë atmosferën se ati ishin krejt me familje. E unë ative u tregova që ative disave që kanë qenë kundërshtarë kësaj shoqatës se ju punoni, po ju ndrishe punoni. E tash ne ative u tregum se ne funksionojmë, por ne kena disiplinë, ne kena edukat, kena sjellje, ne nuk lishona që familjet tona të shkilen të nënçmohen. Po kur shohin se është e sigurt, kur shohin se ka organizim i sigurt,
Prom, krejt ishin me familje. Ashtë. Dhe me thonë, krejt erdhën me familje si se kam po këtë gjo, 50 vjetë se kam po. Na pëlqeti shumë edhe recitimi i fëmijëve të cilët kanë lindë këtu, janë rritë këtu, por që me recitimet bukura, me gjërat bukura e pasurun shumë edhe organizimin. E pam që edhe në këtë drejtim jeni të mundur, zotë imitat, që këto fëmijë të dinë të arrujnë gjuhën dhe traditën. Si e rujni këtë, në çfarë mënyrë organizoni që? Shiko, unë pëlqon për këtë organizim. Pa që ndërpres tash kishte edhe profesor atje. Po, unë me kritë shokët që kam bisedu, kritë të thëmë, shikoni tash lirë shumë tash këtu në këtë shëtjatën tonë, nuk ka kretate, ne pjetin atë gjithë, po njoni do ta udhjetë, këtë punë. E tash, me udhjetën e kësaj, u lutëm gjithë. Lirisht bisedoni me fëmijët tu, ujna për shtëpi. Bisedoni, bjerni fëmijët të morin pjesë, se tjera herë nuk i dishin të morin pjesë. Ti mundesh, ti s'mundesh, edhe kishin një farë frege, kishin një farë, i bo njerëzit si me mare, nuk bën të ish atë, nuk bën të morish pjesë, nuk bën këtë, nuk bën qatë, edhe njerëzit tonë ishin pasif. Unë pikë e parë që kam kërku, duhet t'i bini fëmijët kretë me ju. Po dhe i prishin program, uaj nuk i prishin, ative du merë se kënaqësia. Ai kur dhe tritë të kumqon manifestim ditës flamurit, ditës pavarësisë, kumqon unë si vogël ative prish sharendin ative. Pa ju mbahet me, edhe unë si virova në këtë manirë, e tash prom që kishte fëmijë, e në tash e din çka do pi juve. Ne do të sjellim prej tena shoqata do të vinë, këngëtarë do të vinë, krejt. A më du fëmijë që i keni këtu, që mësojnë gjuhën bosnjake. Unë du të gjej, kam poezi plot. Unë kam lezu pak ma shumë literaturë, edhe tash për vjersha, për këngë mos mërziti, unë do vazhdoj këtë. Vetëm ju më bini fëmijë, unë do punoj me ato. Unë do t'i korrigjoj ato dhe shoh ku janë çka janë. Am kupton. Edhe unë e qita vetëm një kam qitë. Nura Mehmeti është ndër të para. E nësi dul Nura Mehmeti, këtë që i kishin fëmijë, gjithë mund pitëshin, ave ma mund të bi, unë e pak e në unë vajzën tim, ose gjallim tim të bi, atë lirisht bjera. Do të mirë një veshje kombëtare, do të bleni të na, edhe do të vish një kitë me veshje kombëtare, do t'i shof krejt. Për vjersha, unë do t'i gjoj edhe kam që mund të fëmijët këtë. Në këtë mënirë, pi njoni, pi nurës, u ka i zelia, nuk ka me të kështë sëmë kape. Pro, më kishim atje dhe 5 vajzat vogla tjera, po, ato kishin 3 nuk dullën. Dullën ati në skenë, por nuk këndonë kishin 3. E tash, ne tash mundohën atë vahitim atë tremë që kam pas dhe me thonë, punëm me fëmijët që të lironë, punëm me prindit që të lironë, se ajo ka qenë, së të mune, ka qenë pa mundshme që fëmija im të recituar me një manifestim. Unë i thonë, bjerni dhe krejt fëmijët, bjerni ati krejt dhe të i organizojnë, dhe të ambushim, do bëjmë një kord dhe të bëjmë me fëmijët, lirisht. E tash ajo që u ka hi pak i noti, e tash kam fillu në për shpia vet i pregatisi. E ne kam fillu për këtë gjersha, kohë. A mund të të vim të të mqet, a mund të të që prap, kishim edhe një vajzë tjetër atene, dhe më gjojsh një vjersh vetëm dalë atene. Unë thëmë nuk mund të dalish pa bune ushtrime. Po unë do pregatitëm shpi, unë do pregatitëm edhe do të vi. Edhe me të vërtet që ashtu, ishim pregatit e erë, e që kjo është. Dhe më thonë prej një, dhe më thonë tash kam apër 15 kam që përkën gjersha, tash zotit qëto. E që gjështu. Zotë imitat, faleminderit që ndave ko, faleminderit për mikpritjen. Sigurisht do të festojmë edhe shumë dekada tjera sa i përket manifestimit dhe organizimeve që organizojnë këtu në Bosnjë apo pikërisht në Sarajevo. Dhe jetë gjatësi edhe shoqatës tuaj për shkak se me të vërtet iniciativat bukura dhe gjërat bukura merren. Ne mendojmë në të ardhmen, mendojmë falënderit edhe juve që dajtë të ko, nuk e kam pritë se jeni të organizuar edhe ju, kjo na vjen kjo neve edhe mo na mburën, na motivon dhe me thonë edhe ma shumë të angazhohen të punojmë, se kena njerëz që kanë interesim ku janë shqiptarët, dhe me thonë kush edhe një shqiptar, ju kërkoni që edhe ta vizitoni, neve na vjen kjo shumë, kjo na kurajo neve, që edhe mo ma shumë punojmë, e ne mendim të ardhmen edhe mo ma mirë, që si me tjena ma mirë të organizuar, që dhe shkuja edhe mo ma profesionalizisht dhe shkuja, dhe me thonë me këto sende ne veç hecim para, ne
vetëm këtë vit ne kena prit, kena bisedu me ambasador shumë, me ambasadat shqiptare që kena këtu tash jena shumë të afërt jena, që s'kena se ne kena pas ondën e të vjen një ambasador, ne të rinj bisedojmë me ambasador gjëra ne i kena pas se ne jena tashmë jetim kena qenë. S'kena pa ambasador, s'kena pa ministra, s'kena pa kryetar, tash kena pas takime me kryetar që erdhën këtu në Bosnë, kena pasur në Bashkitë Islame, Maqedonisë, Kosovës, në internavën e përshëndes veçantë, me të vërtet është një punëtor i madh, do të thonë Kosova duhet të jetë e kënaqur që ka ashtu udhëheci fetar. Po edhe udhëheci tjera që janë, do të thonë kena pas që tash para ditëve kishim edhe muftinin e Malizi, ku ishin gjithma shqiptar, gjithma ishin bosnjak, do të thonë edhe ata i kishin, do të thonë kena takime tash, do të thonë e shohin se kërkojmë ne docente që si kena prit, s'kena menduar se ne mund të takojmë me kështu dhjeqës. Na vjen çudi kur bisedojnë ato lirshët me ne, do të thonë rrinë me ne, bisedojnë ne pjesin si kanë hallët shqiptarët të Bosnë. Po kështu hallët shqiptarët si kanë Bosnë, inshallah të kenë gjithë vendet. Do të thonë mirë që jeni mirë dhe mirë që u gjetëm mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe popullit bosnjak këtu që janë, vëllezërit me bosnjak në vëllezër të i kena, historikisht, fetarisht, do të thonë, edhe këtive faleminderit, po faleminderit edhe juve, po pak që më pengesë të rrugët, po kur të rregullohen rrugët, mendoj shqiptarët edhe më shumë, edhe pse kena me të vërtet vizita kena plot. Kena. Shqiptarët në Bosnë krejt punojnë mirë. Kush i bën, do të thonë, kush ka disiplinë për këto afarisht që janë këto, diqamxhi që janë këtu, sanatli që janë këtu, kush i bën krejt punojnë mirë. Krejt punojnë mirë, ashtu na kanë respekt bosnjak, e di se jena punëtor, edhe më shumë punojmë se ata. Derisa punojmë më shumë se ata na respektojnë. Ne s'jena ashtu. Ne jena pak më ndryshe. Ne kena raste vim pi fshatin CKE. Ajo të vijë të një vijë për një qyteti tjetër ose për një shteti tjetër. Faleminderit edhe një herë. S'ka përse. Faleminderit edhe juve shumë, faleminderit. Sukses juve në punë, sukses edhe sa më shumë dhe me thonë për hapët mediat e sinqerta, si që mundoj ju të punoni, sa më shumë të kena këshu media si është si jeni ju. Faleminderit shumë, faleminderit që jeni këshu kaq me energji. Faleminderit shumë.